nxënës të klasës e para 6, ekonomi. Unë jam Albioni dhe ky është Shqipsoli. Ne për orën e gjuhës shqipe kemi përgatitur një prezantim për tekstin dhe rrotullim, elementet themelore të gjuhës shqipe. Këta janë elementet themelore të gjuhës shqipe, sepse pa tekstin dhe pa rrotullim, ne nuk mund ta folim dhe të shqiptojmë fjalët siç duhet. Çfarë është teksti dhe si funksionon? Teksti është theksimi i një rrotulli në fjalë, duke e bërë atë më të dëgjueshme dhe më të qartë se rrotullet tjera. Funksioni, si funksionon? Teksti ndihmon në dallimin e kuptimit të fjalëve dhe në të folurat në qartë të gjuhës shqipe. Rregullat kryesore të tekstit. Teksti ka 3 rregulla kryesore. Kemi rregullën e parë. Në fjalën me një rrotje, teksti bie mbi rrotjen e vetme. Rregulla e dytë. Në fjalën me 2 rrotje, teksti zakonisht bie mbi rrotjen e fundit, dhe rregulla e tretë. Në fjalët me 3 apo më shumë rrotje, teksti bie mbi rrotjen e parafundit. Çfarë është rrotja e llojet e saj? Për kufizimin. Rrotja është pjesëja më e vogël fonetike që përbëhet nga një bashkim zanëri të bashkëngëllorish. Llojet kryesore të rrotjeve. Së pari është rrotja e hapur, që përfundon me zanore, dhe dyta është rrotja e mbyllur, që përfundon me bashkëngëllore. Një shembull praktik. Kemi analizën e fjalës dëshirë. Së pari kemi shenjat D dhe E. Kjo do të thënë se është rrotja e hapur se mbaron me zanore. Pastaj kemi shenjat Sh edhe I. Gjithashtu është rrotja e hapur se mbaron me zanore, Dhe kemi rrotjen e tretë që është L dhe E. Kjo është rrotja e hapur gjithashtu se mbaron me zanore. Pra, sipas rregullit të tretë, teksti bie mbi rrotjen e parafundit të fjalës dëshirë. Pra, D, Sh, R. Një përmbledhje. Teksimi i rrotjeve sipas rregullave të caktuara për të folur qartë shqip, ndërsa rrotja është nisja themelore fonetike që formon fjalët e gjuhës shqipe. Rëndësia e këtyre. Njëja e këtyre elementeve është thelbësore për të folur dhe të shuar saktë, gjithashtu edhe për të shqiptuar. Faleminderit për vëmendjen. Na ndiqni në projektet e radhës, në këndin letrar apo literar për korner me provën e serialit.